Edhe këtë të martë në gjykatën e posaçme vijuan dëshmit në lidhje me dosjen Plumbi Art, e cila zbardhi veprimtarinë e disa grupeve kriminale, konkretisht të ngjarjeve të rënda që prej vitesh qëndronin të paprekura në organet e hetimit. Përpara tokave të zeza ka dëshmuar Aredin Behari, i cili ka dhënë detaje për 2 atentateve të cilet ai u kishte shpëtuar. Në lidhje me atentatin e parë, Behari tha se ka qenë në një lokal në Fier, ku ka parë një person të futet në derën e godinës dhe menjëherë në drejtim të tij ka qelluar me armë zjarri. Sipas tij, arma u bllokua dhe ai është ulur poshtë tavolinës duke i shpëtuar plumbave. Në rrëfimin e tij, Behari ndalet dhe në vitin 2019, ku i shpëtoi mrekullisht një tjetër atentati. Në momentin që Behari po shkonte në banesën e tij në mbrëmje, brenda nga një automjet i qelluan me breshëri plumbash. Ai tha se ka dyshime të forta se pas atentateve fshihen 2 vëllezërit Albert dhe Ardian Pashai. Gjithashtu përpara gjykatës ka dalë dhe Astrit Ademi, i cili ka dhënë dëshminë e tij për grabitjen me armë që i bën në vitin 2013. Ademi, i cili punonte si kambist, është ndaluar në afërsi të Marikajt, ku persona të maskuar dhe të armatosur i grabiten afro 30.000 euro. Ai është shprehur se nga tronditja nuk ka arritur që të dallonte se kush ishin autorët.